Kryetari i LSM-s Slobodan Trendafilov ka drejtuar akuzat të ashpra se po ndiqet jo vetëm ai personalisht, por edhe fëmijët e tij. Sipas tij, deputetja e VMRO DPMN-s Dafina Stojanovska ka publikuar në mënyrë të paligjshme një videoxhirim ku shihen fëmijët e tij të mitur. Videoja është publikuar gjatë bllokimit të kuvendit nga ana e LSM-s, ku kërkohej rritja e pagave. Në videon që ka shpërndar Stojanovska, shihet se si Trendafilovi dhe fëmijët e tij hyjnë në automjet. Krye LSM-s ka kërkuar nga Ministria e Punëve të Brendshme që të konstatojë se kush e ka bërë xhirimin dhe të merret imuniteti deputetes Stojanovska. Министърът за вътрешни работи. Обвинителството treba веднъж да превземат мерки против пратеничката Dafina Stojanovska. Pyes ministrin e Brendshëm, a i ndjekin shërbimit kryetarin e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë dhe nëse i agjirojnë fëmijët, a janë individ dhe nëse po, mënyrë të arrestojnë. I bëj thirrje prokurorit publik të dëshmojë se drejtësia është e njëjtë për të gjithë. Në një shtet normal, deputetja do të ishte në burg. Derisa për të njëjtën LSM-ja vazhdon protestat me bllokimin e odës ekonomike, VMRO DPMN-ja ka reaguar se protestat e LSM-s kanë dështuar duke i quajtur protesta me prapavi politike. Përmes një komunikate thonë se Trendafilovi rreshëm paraqitet si viktim duke rikujtuar se vetë ka pranuar se ka pak prej 57.000 denarësh dhe automjet zyrtar.